dyqysh është tërpnu, në zonë që me pa mësusin në rrugë. Si e shef në zonë si në atë kohë dhe tash? Ka shumë dallim, për në zonë që të flasim para luftës edhe me njerë pas luftës. Mësuesi në atë kohë ka qenë një autoritet i respektuar. Nga nxënësit, nga prindrit, nga njerëzit për rreth, nga shoqëria në përgjithësi. Dhe kur ti ke qenë i respektuar, do me thonë, fjala jo të është dëgjuar më shumë. A mos ka qenë tuta, mësuse? Jo se besoj. Valla na, kur e pa shumë mësusin tonë në rrugë, i kështu për rrugë e mazisi për babës. Pse ka qenë kështu? Po, respekti edhe dyqysh është tërpnu, në zonë që me pa mësusin në rrugë, edhe mu më ka ndodhë me ikë prej mësusve të mi. Kur shkoj mësusi ka me më thonë, ose arsimtari, ose profesori ka me më thonë, ku ke pse dalë, se të kanë kontrolu edhe jashtë orarit mësimor mësuesit. Do më thonë, si mas te ka qenë respekti maj madhë se sa tash? Respekti, gjithsesi, shumë, jo pak, po shumë. Të pysim Fortesën se garant Fortesa është të nga po mu e ty pak ma ndryshe. Neve nga ma pleq, nështë... Jo, për këndraze, edhe unë vetë kam qenë zonë se të respekti për mësuset e dikushme, të më thonë jashtë zakonisht i madhë. Unë për ndërlidhna të kjo e fundit që tha mësusja që kemi ullë kokën kore, kemi po mësusin tonë. Unë shpesh vëtëm zënzave të mi se unë kur kom qenë zonë se si jo e kam ullë kry, do më thonë e kom ullë kokën kër i kom po mësusin tem, jo për shkak që ku bo diçka, po më ka artë tërpë. Dhe sot kjo pak mungon të nxënësit mirë, po që ka ndryshu në të kaluarën dhe sot nga nxënësit është sepse sot nxënësit janë më të informuar, janë më të shpejt, janë të ekspozuar ndaj botës përmes teknologjisë dhe kjo pastaj bën që nxënësit të dinë më shumë, për njëkohësisht kanë edhe ngarkesa më shumë të mëdha emocionale dhe pastaj kjo pra në klasë ata nuk marrin me vete vetëm librin, por marrin edhe ngarkesa, sfida, pasiguri dhe ndikime nga jashtë. Edhe telefoni më sa harro. Jo, telefonat nuk ja lejojmë. Si ja lejojmë. Dhe pastaj kjo neve si nxënës na kërkon të jemi më të durueshëm, më të mirëkuptueshëm dhe ti ofrojmë nxënësit të dashuri dhe mirë kuptim më shumë. Po, për atë arsye tash mi thënë nxënës si mësuesit o birë, si ku mbo detyrat. A është kështu apo kom gabim? Jo. S'pe besoj që mu personalisht jo, sepse ne jemi ata cilët ju tregojmë se cilat... Ty s'u me thonë birë, ty të thët birë. Na, zakonisht fjallin birë e mësojmë të tekstet letrare ndryshme ku baba i drejtohet fëmisë e ti. Po tash nxënës si pi drejtohet, unë i thash edhe profesorit Mahmut, e që kishim në emision i thash, për para kështu se kom profesorit birë me i thonë, tash andashta modernizimi i teprum apo ndrimi gjenerata. Liria e tepruar, sigurisht e sjell edhe këtë zhanër të fjallorit